Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Partia Alternativa në Republikën e Maqedonisë së Veriut garanton se koalicioni Vlen do të vijojë me procedurat e njësimit të një subjekti të vetëm politik. Paralajmërimi vjen nga nënkryetari i Alternativës Efan Elezi. Ai njoftoi mbledhjen e kuvendit të partisë me rreth 115 anëtar pjesëmarrës për të dhënë sugjerime se si duhet të ndodhë unifikimi në Vlen. Elezi tha se nuk do ta pengojnë rrugën e Vlenit pasi ishin të parët që bën hapin për unifikim dhe se janë autorët e themelimit të koalicionit. Kemi bërë hapin e parë për unifikimin e Vlenit. Ne nuk pengojmë rrugën e Vlenit. Tek e fundit ndoshta mund të jemi ne autorët ose bashkautorët e themelimit të koalicionit Vlen në periudhën kur zoti Gashi ishte kryetar partie. Shtiu dorën me zotin Kasami, 2 lider, pastaj u bashkangjit zoti Mexhiti, zoti Taravari e kështu me radhë. Domethënë punët që bëhen shpejt nuk është se edhe janë të mira. Rezultatet i shohim më vonë dhe kemi raste kur ka pasoja negative. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë se nuk ka asnjë ndërhyrje në tregun e karburanteve duke lejuar rritjen e ndjeshme të çmimeve të derivateve të naftës. Republika e Maqedonisë së Veriut aktualisht funksionon pa Ministritë e Ekonomisë funksionale, ndërkohë që pritet rritje e konsiderueshme e çmimeve të produkteve bazë, kostove të transportit dhe në përgjithësi shtrenjtimi i jetës për qytetarët, apelojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita shqiptare deklaroi se nëse nuk zbatohen urgjentisht masat e propozuara, çmimet në përgjithësi mund të rriten mbi 10% duke ndikuar buxhetet familjare. Kjo qeveri nuk ka kapacitetet e duhura për të menaxhuar krizat që ndodhin edhe 2000 kilometra larg vendit. Për këtë arsye, qeveria duhet menjëherë të shkarkojë ministrin e ekonomisë, i cili duket se nuk ka as vizion dhe as plan për menaxhimin e krizave ekonomike. Edhe njëherë i bëjmë thirrje qeverisë që të shqyrtojë seriozisht propozimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët do të kenë mbështetjen tonë të plotë nëse masat për mbrojtjen e qytetarëve procedohen dhe miratohen në kuvend. Vijon evakuimi i shtetësve të Maqedonisë së Veriut nga lindja e mesme. Sot pritet një tjetër fluturim për evakuimin e qytetarëve në linjën Dubai-Shkup. Ambasada e Maqedonisë së Veriut në Emiratet e Bashkuara Arabe të dielën njoftoi të gjithë shtetasit që aktualisht ndodhen në Emirate se të martën do të realizohet edhe një fluturim tjetër. Të gjithë qytetarët që kanë nevojë të domosdoshme dhe prioritare për evakuim duhet të paraqiten sa më shpejt në ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Dubai, thuhet në njoftim. Deri më tani janë realizuar 4 fluturime të organizuara për evakuimin e qytetarëve nga rajoni lindjes së mesme, me të cilat janë transportuar gjithsej 458 pasagjerë. Rajoni. Komisioni Evropian konfirmoi heqjen e të gjitha masave financiare ndaj Kosovës. Vendimi u bë i ditur gjatë debatit për raportin për Kosovën që zhvillua në Parlamentin Evropian. Mund të konfirmoj se Komisioni Evropian ka liruar të gjithë ndihmën financiare që më parë ishte nën masa dhe gjithashtu po planifikojmë të riangazhohemi plotësisht me homologët tanë në Kosovë në mënyrë që ta rikthejmë Kosovën në rrugën e duhur në agjendën e saj të Bashkimit Evropian, tha përfaqësuesi i Komisionit Evropian, Jiri Pliceti. Edhe Ane Campaign nga Shërbimi i Jashtëm Evropian deklaroi se fundjavën e kaluar në Prishtinë fal lehtësimit të Bashkimit Evropian u gjet një rrugë përpara për zbatimin e ligjit për të huajtur në Kosovë. Kjo marrëveshje, sipas përfaqësuesit evropian, është dhe një dëshmi se dialogu sjell rezultate. Normalizimi i marrëdhënieve, siç u tha, mbetet kusht kyç si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë për të përparuar në rrugën evropiane. Gjykata kushtetuese në Kosovë filloi shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit Kurti dhe grupit parlamentar të vetëvendosjes lidhur me dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Lajmi u konfirmua nga sekretari i përgjithshëm i gjykatës kushtetuese Veton Dula. Pas pranimit të komenteve nga palët e interesit fundjavën e kaluar dhe plotësimit të dosjes në fillim të kësaj jave, lënda ka kaluar në fazën e shqyrtimit, tha Dula. Më herët gjykata kushtetuese dha vendimin për pezullimin me një muaj të dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e parlamentit deri në shqyrtimin e kërkesës së qeverisë për ligjshmërinë e dekretit presidencial. Prishtina zyrtare shpreh rezerva për editorialin e përbashkët të kryeministrit Edi Rama me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Zëvendës kryeministrja dhe ministrja e drejtësisë Donika Gërvalla deklaroi se krijohet përshtypje se sa herë që Vučić gjendet nën presion nga Bashkimi Evropian, Rama del në mbështetje të tij. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës nuk kanë për t'ia falur atë artikull kryeministrit Edi Rama. Rruga nga Tirana nëpër Beograd çon nëpër Prishtinë edhe gjeografikisht, edhe ekonomikisht, edhe në çdo aspekt. Kështu se cili kryeministër apo president shqiptar që haron këtë, ta din që afatgjat ka për të bërë gabime të mëdha që kanë për të dëmtuar kombin ton më shumë, deklaroi zëvendës kryeministri e Kosovës.
Ambasada amerikane në Prishtinë përshëndet marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e ligjit për të huajt. Një zëdhënës i ambasadës tha se ndryshimet që prekin komunitetin serb duhet të bëhen duke i konsultuar dhe duke marrë miratimin e tyre. Ne përgëzojmë angazhimin e palëve për këtë çështje me qëllim arritjen një zgjidhje të pranueshme për të gjithë, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Qeveria e Kosovës u pajtua të ofrojë leje të përkohshme qëndrimi dhe të njohë letërnjoftimet e lëshuara nga strukturat paralele për një periudhë 12 mujore. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyüp Maqedonsi deklaron se raketat e reja balistike që Serbia i ka bler nga Kina janë sulmuese dhe jo mbrojtëse. Sipas tij, ato janë kërcënim për të gjitha vendet e Ballkanit. Maqedonsi tha se nuk është hera e parë që Beogradi kryen blerje të tilla duke rritur shkallën e militarizimit të vendit. Këto raketat e fundit e kanë natyrën e raketave që janë të dizenjuara për sulme dhe duke qenë të tilla paraqesin kërcënim, jo vetëm për Republikën e Kosovës, por për të gjithë rajonin e Ballkanit. Kjo po tregon edhe më tej qasin hegemoniste të Serbisë dhe tentativën për të dominuar në aspektin ushtarak ekonomik, por dhe në aspekte të tjera në Ballkanin Perëndimor, shtoi Eyüp Maqedonsi. Kombinohet blerja e raketave të tilla me çështjen politike në raport me Fqin, atëherë është kërcënuese për këtë regionin dhe me vërtet është me rëndësi që NATO ta marrë seriozisht jo vetëm këtë blerje, por këtë militarizimin e Serbisë. Sipas tij, kjo është poshtë pretendimet e presidentit serb Aleksandar Vučić se po tenton të mbrohet nga Shqipëria, Kosova dhe Kroacia. Ministri i Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në Kosovë vlerëson se masat për kufizimin e marzhës së fitimit në karburante po mbajnë situatën e çmimeve të naftës nën kontroll. Lëvizjet që po ndodhin janë reflektimi drejt për drejt të rritjes së çmimit në tregun e jashtëm. Ne si vend importues që nuk kemi rafineri, po ndikon shumë më shumë se sa vendet Fqinje, Greqia, Maqedonia e Veriut që kanë rafineri të naftës. Megjithatë prap të gjithë është duke u reflektuar rritja e çmimit e në Kosovë, po e ka ndikimin e drejt për drejt. Mimoza Kusare Lila deklaroi se çmimi tavan apo marzha mbi fitimin në çmimin e naftës është bazuar në çmimin e një dite më parë të sasive të importuara, duke sqaruar mekanizmin e përllogaritjes së çmimeve në tregun e brendshëm. Prandaj, nëse në një ditë të caktuar, siç ka qenë 2 ditë më parë, çmimi për litër të derivateve, në këtë rast të naftës, është importuar me €1.50, me shumicë ai mund të shitet më së shumti €1.52. Përderisa me pakicë shtohet edhe 12 cent mbi çmimin bazë, që do të shkojnë në €1.64. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër, projekt rezoluta miratohet. Kuvendi i Shqipërisë miratoi rezolutën që shpall Republikën Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe si shtet që përdor mjete terroriste në ndjekje të objektivave të tij të politikës së jashtme. Përmes kësaj rezolute, kuvendi kërkon qeverisë të shpallë organizata terroriste Hezbollah dhe Gardën Revolucionare të Iranit, dy prej organizatave më famkeqe të regjimit iranian. Rezoluta dënon sulmet kibernetike të Iranit kundrejt institucioneve të Shqipërisë, ku i fundit ishte ai ndaj kuvendit do bën thirrje vendeve të tjera demokratike dhe organizatave ndërkombëtare që të shqyrtojnë masa të koordinuara kundër terrorizmit, të sponsorizuara nga shtetet dhe të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër këtyre kërcënimeve. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se miratimi i rezolutës lidhet me çështje më të rëndësishme të sigurisë kombëtare dhe të rendit global, luftën kundër terrorizmit dhe përgjegjësinë e shteteve që e mbështesin ose e tolerojnë atë. Sipas Ballës, lufta kundër terrorizmit nuk është thjesht një çështje sigurie, por është një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të së drejtës dhe ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Sulmi i rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Ai synoi të paralizonte shërbimet tona publike, të dëmtonte funksionalitetin e institucioneve dhe të cënonte besimin e qytetarëve në shtetin e vet. Dhe vetëm pak ditë më parë përsëri Kuvendi i Shqipërisë ishte shinjestra e një sulmi të ri kibernetik. Kreu i grupit parlamentar të mazhorancës shtoi se si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por të detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Ne jemi një vend që ka zgjedhur qartësisht anën e demokracive, anën e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Si antar i NATO-s,
dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Në seancë mungonin deputetët e Partisë Demokratike. Votave të shumicës ju bashkua vetëm deputeti i opozitës Erail Kapri. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka kërkuar diplomatëve amerikanë jashtë vendit që të bëjnë thirrje aleatëve të klasifikojnë gardë revolucionare të Iranit dhe Hezbollahun me bazë në Liban si grupe terroriste, duke përmendur një rrezik në rritje të sulmeve, raportoi Reuters. Direktiva e brendshme nënshkruar nga sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio ju dërgua të gjithë misioneve diplomatike dhe konsullore të SBA-s në mbar botën. Ajo kërkon diplomatëve amerikanë që të përcjellin mesazhin homologëve të tyre në nivelin më të lartë të përshtatshëm deri më 20 mars, duke shtuar se përpjekjet për të avokuar përfutjen në listën e zezë të këtyre grupeve duhet të koordinohen me homologët izraelit. Administrata Trump po përpiqet të mbledh aleatët e pavendosur, shumë prej të cilëve nuk ishin të informuar përpara luftës ajrore SBA-Izrael, e cila filloi 2 javë më parë për të mbështetur operacionin e saj ushtarak. Opozita në Shqipëri akuzon kryeministrin se ka dështuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se raporti i vlerësimit të përkohshëm të standardeve IBAR nuk u votua nga një seri vendesh anëtare të Unionit. Sipas tij, vendet shtruan një seri çështjesh themelore. Raporti IBAR mbeti në klas, mbasi një seri vendesh anëtare të Bashkimit Evropian nuk e votuan, por shtruan një seri çështjesh themelore dhe unë jam këtu të falënderoj të shpreh mirënjohje ndaj këtyre vendeve. Kryetari i Partisë Demokratike akuzoi Ramën se ka shndruar Shqipërinë në çiflikun e vet për ta vjedhur dhe për t'u pasuruar. Ndaj jam këtu për të deklaruar se për Partinë Demokratike objektivi më madhor i saj është integrimi bazuar në merit, deklaroi Sali Berisha. Njeriu që për muaj të tërë nxirrte nga xhepi një pasaport falso kalpe dhe u thoshte kjo është pasaportë europiane për ju që u garantoj unë, e ndroj. Nxjerr pasaport në Beogradit, pasaport në Vučićit. Ky është zhvillimi dramatik, sepse ai mbron vjedhjet e tij. Dhe një gjë njerëzisht, duhet t'u them partnerëve tanë, se cili do që ju thot ju të nderuar miq dhe të dashur, se çështja e imunitetit të Ballukut është sipas interpretimeve shqiptare, është një mashtrues i paguar ose i papaguar nga Edi Rama. Raporti i vlerësimit të përkohshëm të standardeve nuk u miratua nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Raporti vlerëson nëse një vend kandidat ka përmbushur kriteret kryesore që lidhen me shtetin e së drejtës, veçanërisht me kapitujt 23 dhe 24 të negociatave të cilat lidhen me drejtësinë, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe me të drejtat themelore. Raporti u diskutua në mbledhjet e grupit të punës për zgjerim dhe vendet negociuese me BE-n më 6 dhe 13 mars, ku ambasadorët e vendeve anëtare shqyrtuan dokumentin përpara se të arrihet një vendim përfundimtar. Megjithatë, sipas burimeve diplomatike, disa vende anëtare kanë kërkuar më shumë kohë për vlerësimin e raportit, duke bërë që vendimi për miratimin e tij të shtyhet për mbledhjet e ardhshme. Bota. Gjermania është treguar e vendosur për të mos ndërhyrë në konfliktin mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit me Iranin. Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk kanë konsultuar më parë aleatët për këtë luftë. Por Irani nuk ka pasur kurrë një vendim të përbashkët se a duhet të veprohet, than kancelari Merz. Sipas tij, nëse shtrohet pyetja se si do të angazhohet Gjermania ushtarakisht në këtë çështje, ne nuk do ta bëjmë, deklaroi kancelari gjerman. Trump e shoqëroi kërkesën e tij me paralajmërimin se NATO-n e pret një ardhmë e zymt nëse ajo nuk ndihmon në sigurimin e ngushticës, e cila është e errët e rëndësishme për transportin e naftës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.